i industrisë ushtarake në dorë të Ronnie Fett apo të tjerëve, edhe përjashtimet nga taksat, devimin e buxhetit të shtetit, Smart City që s'është Smart City por Safe City dhe që është komplet 7-8 fishi kostove, të përsëritura para si ujë në rër. Por ka këtë filozofinë, ai bëjmë sikur këtu ke këto të teknologjisë, se nuk marrin vesh këta. A thash herën e kaluar që të shkojnë të investigojnë kostot në dogan. Po si u dolën 7-8 fish më të larta, thonë që unë gënjej. Nuk është puna gënjej apo s'gënjej, puna është tek e vërteta. Shikoni, kam 20 vjet që bëj emisione. Kur nuk kam pas një intervistë kaq të gjatë ku jam detyruar të ndërhyj kaq pak sepse auditim të korrupsionit të një vendi më të hollësishëm se sa sot dhe me ekspertizë më të mirë, jo se zoti Ameta e këtu, por ka qenë Zavend Shkromnis, ministri i financash, njëri që është marrë dhe me auditimin e firmave piramidale, njeriu që deri diku ka mësuar Edi Ramën se si të luajë me letra, e ka pranuar vetë, ka një dosje audituara të shpjeguara të publikuara nga zoti Ameta sot në intervistë, që kanë një suhat nga mbrapa, cili është përfituesi Edi Rama. Gati 3 orë intervistë. Unë e falenderoj se Ameta besoj që do jesh i gatshëm sa herë që unë mendoj se ka zhvillime, ju t'jeni i disponueshëm për intervistë. Më lejoni një paragraf? Patjetër. Mbyllës, sigurisht që jemi gatshëm se ne folëm që do detajojmë një nga depozitat ku çmenduria më e madhe ju e dëgjuat që KLSH ka nxjerrë një konkluzion për barnat e skaduara. Mungesën e barnave ku njerëz vdesin për shkak se dikush këtej do të bëj qef me 50, 250, 350, 450 dhe 1 miliard. E 300 ca apartamente, 2 jahte e tjera. Sigurisht, po unë ngelem shumë i keqardhur. Edhe në raport me bashkëdëtarët e mi, sidomos me ish kolegë të mi që sot janë pola Parti Socialiste, po që nuk ekziston më. Njëri nga ata duhet të dilte, është trisht. Njëri nga ata duhet të dilte dhe t'i thoshte orë zotri. Ku ti tregon ti që është bërë këtu spektakël, është bërë atje spektakël, njëri i vërtet. Njëri i vërtet. Nuk ka trishtim më të madh për mua. Unë kam harxuar jetën aty. Kam 25 vite, unë jam para Edi Ramës në Partinë Socialiste. Jam para dhe jam studenti djetorit, me atë guximin, budallikun, zgjuarësin tonë të ndikushme. Punoj si Fatos Nanos edhe i Ben Malajt, që kam mbyll skemat piramidale me ta unë. Kam rreziku dhe jetën. Po, kam punu dhe për tërmetin për njerëz për jashta, kam ulë dhe deficitin, kam sa të duash. Harxuar kreu organizatës 3 vite, kërkon për mua. Po, kërkon për mua, ku është, po jam shumë i trishtuar. Janë marrë me mua qyqet, është në kërkim ndërkombëtar, dhe ndërkohë nuk merren aty me kërmën që është bërë. Për kërma, kancerizuar trupi Shqipërisë, ka nevojë për kimio. Dhe kimio duhet t'i referohet njërit nga nenet e kushtetutës amerikane. Kur qeveria është kundër popullit, populli merr në dorë fatet e veta. Ka kushtetuta, mos të tallet ky me shqiptarët. Njëri i thot, ne kemi bërë punë spektakolare se kemi vjedhur 100, juve jeni çyrik, juve Dibran, juve jeni Kazan, juve jeni baklavaxhinj, juve jeni teneqexhinj, ju batuta xhiu. Nuk është kjo Shqipëria. Kam edhe një trishtim në raport me jetën time se i besova edhe punova shumë. Unë punova për Shqipërinë, po është shgënjim i madh sepse më nxjerruar jeta ime në raport me objektivat që kam pas me vendin.
Zoti Amedej, faleminderit. Faleminderit juve. Episodi 4, këtu do jemi. Natën e mirë.